Mirë se erdhët të dashur miq, në këtë hapësirë unë kam nderin dhe kënaqësinë të kem një figurë të njohur, një figurë të madhe, të vyer, një zë të fuqishëm të agronomisë shqiptare. Ai është profesor doktor Petraqi Lollari, një emër që prej më shumë se gjysmë shekulli ka qenë gur themeli në zhvillimin e pemtarisë, ullishtarisë dhe bujqësisë shqiptare. Në vitet e vështira të së kaluarës, profesor Petraqi ishte modeli i specialistit stoik dhe për hir të vërtetës i pandikuar nga dogmat e kohës, i përkushtuar vetëm ndaj shkencës, praktikës dhe dijes, profesor Petraqi ka qenë gjithmonë aty ku duhej, në auditor me studentët, në ngastra eksperimentale, në vreshta, në fshatra dhe ekonomi bujqësore, duke sjell dije të thellë dhe duke inspiruar brez pas brezi profesionistë. Edhe sot, në moshën 90 vjeçare, profesor Petraqi mbetet një mendje e kthjellët, një burim dije i çmuar dhe pjesë aktive e Këshillit të Urtëve, pranë Ministrisë së Bujqësisë, në një kohë kur bujqësia shqiptare për hir të vërtetës po përballet me sfida dhe me një potencial të jashtëzakonshëm, përvoja e profesor Petraqit është më e vyer se kur. Ndaj sot unë e kam ftuar për të folur pikërisht për një jetë të tërë, 70 vite në fushën e agronomisë shqiptare. 70 vite me motocikletën e tij Java, për miq që kujtojnë dhe që unë i kam pyetur, ai ka bredhur ullishte më ullishte dhe mësova se ka mbjell gati 500.000 rrënj ullinsh edhe vreshtarish. Profesor, një hyrje modeste që nuk krahasohet fare me kontributin tuaj të çmuar në këto 70 vite. Mirë se erdhët në Reze Dielli. Mirë se vjej. Kënaqësi. Tani më thuaj pak, çfarë do thot për ju 70 vite në fushën e agronomisë dhe bujqësisë shqiptare? Agronomia është një shkencë dhe një veprimtari shoqërore historikisht themeli i progresit. Ndër të mirat që ka pasur agronomia për jetën e shoqërisë, është e rëndësishme se shumica e studiusëve të ullishtarisë që në kohët e lashta, në antikitet, të paktën të dhënat nga shekulli 8-9-10, para epokës së re, flasin për një zhvillim të paparë të ullishtarisë në pellgun e Mesdheut, ku është dhe vatra e civilizimit. Herodoti pikërisht këtij pellgu i orientohet kur jep një përkufizim shumë interesant. Popujt dollën nga barbaria kur mësuan të bëjnë verë dhe vaj. Pra vera dhe vaj janë... Ishte vera dhe vaj një binom që nuk është shkëput hapave të ëndër së njerëzimit për një jetë më të mirë, më të rehatshme, më të këndshme dhe me kënaqësira nga më të mëdhat. Vera që pushtoi botën në atë periudhë ishte burim gëzimi, festimesh, sidomos i lirët kanë qenë edhe qeflinj, edhe i respektonin mitet, ritet pagane dhe shquheshin për pietar të Zot. Kurse për problemin e vajit, për fat të mirë, neve kemi dëshmimtarë dhe sot. Mjafton të vem të shikojmë në gjormë disa ullinj që kanë ngelur në petrel. Authenticitetin e tyre, ullinj të dikushëm, tipik, shqiptar. Dhe në shkallën e Tujanit, ku ka dhe betorinë të lashta, para ilire, para elene, para romake. Pra, edhe vreshtaria, po kryesisht ullishtaria, jeti vendin këtu. Dhe kjo e bëri ilirinë popujt tjetonin edhe në situatat më ekstreme tjetë, si që ishte vetë ulliri. Kemi edhe në Shqipëri 2500 vjeçare. Ku ndodhen këto ullinj dy jetës? Në Tujan. Perimetri 63 metra. Perimetri i... 4 metra e ca, diametri, 5 metra. Të futesh disa makina poshtë tyre. Në të qarat e këtyre ullivet mund të futesh një Fiat, një motor, e dalsh me ta në rrënjët. Këto janë rojtër. Lullizon të atëre ullishtaria. Në mes jetën, më shumë se kaq, venecianët investuan
për ngritjen e ullishteve të reja, duke parë kushtet e favorshme, tokat ideale dhe cilësinë e pakrahasueshme. Në vendin tonë kishte institucione. Deri çfarë Dhe vitesh? për çudi, nga fillimi i këtij shekulli të ri, në vend të shkonin përpara vetëm mbrapa, këto institucione u çkërin. Tani, këtu, do të thënë, ju vetë në kohën, kur keni qenë profesor, kur keni qenë studiues, edhe vazhdon të jeni, po kur keni qenë dhe më i ri, keni mbjellë, më keni thënë 500.000 bashkë me grupin e 500.000. ullinj. Po. Dhe Në cilat zona e keni mbjellë? zonat e mbjelljes së ullirit në atë kohë ishin teritoret kodrinore të Bregdetit, Në Bregdet. që fillonin nga lumi Shkumbin dhe përfundonin deri në Sarandë. Tëra rrjedhjet e këtyre lumeve sillin me vete dhe mbanin ullirin. Sa kanë mbetur për atyre tokave të mbjella me ullinj? Unë ndesha me ullirin, me gjithë se vajta specialist vreshtash në fillim, por teritoret ishin bosh dhe vreshtaria kishte punë të lodhshme për të krijuar. Dhe në të kohë, qeveria, duke ndjerë varfërinë e masave, i kishte vënë një farë rëndësie, orientimi, vendime të rëndësishme në vitet 50-60, dhe unë dolla agronom në vitet 60, pikërisht 58, kur vendimet e qeverisë punonin në dobi të zhvillimit të ullirit. Nga kësaj kohe janë mbjellë mbi 20 milion. Në ditët e sotme, profesor, me çfarë vështirësish, sfidash përballen fermerët, agronomët, në gjithmonë në rritjen e ullinjve? Pikat e dobta të ullishtarisë tonë janë të idhura nga pasojat. Dhe këto pasoja u lidhen me pronësinë mbi tokën. Përpara luftës së dytë botërore, ullishtaria ishte zhvilluar në këto vatrat e lashta, që sot i kemi monumente natyre dhe po i çkulin si pa të gjetë keq, po i sharojmë. Edhe Odisea e kishte shtratin prej një ulliri. Edhe ai kishte prerë, por e bëri shtrat martesor. Edhe që ti ishte i palëvizshëm, kur iku në luftë me Trojën. Neve historitë e Trojës i kemi e sot këtu. Këta ullinj, jo vetëm që nuk duhet të nëvlerësohen, të praktisen, por duhet të merren masa që shteti të japi një kontribut, një sakrificë për t'i rehabilituar. Ka dhe mos interesimi nga ana e shtetit. Gjendja që u trashëgua nga lufta e dytë botërore ishte katastrofale. Në atër kohën e regjimit Zogolian nuk u bë do një investim. Dhe shumicat e ullishteve të kishin klasat e pasura, feudalët, velerët, agallarët, të cilët vinin këtu merrnin nisën e ullirit, vajit, edhe pastaj ktheheshin në Vjenë ose në Perëndim në një qef. Qartë, po. Edhe prodhimi i vajit është një proces më vete që ka pikpyetjet e veta, pasigurit e veta, njerëzit janë pak skeptik në momentin kur duan të blejnë një vaj ulliri cilësor të mirë. Ne me profesor kemi sjellë në tryez 3 lloje vajrash. Përpara se të bëjmë pak testimin dhe të tregojmë se si duhet ta zgjedhin qytetarët vaj në shtëpinë e tyre, duhet ta zgjedhin. Një vaj do të zgjedhin, po se çfarë ka brenda dhe si të kuptojnë që është një vaj i mirë apo jo. Do doja nëse e kemi të mundur të lidhemi me Beratin, me Fitim Zajmin, nëse është apo jo, nuk e kemi ende, do ta kemi ndoshta më vonë, për të na treguar mbi karakteristikat, por më thuaj profesor, cilat zona prodhojnë vaj më të mirë dhe çfarë ndikimi ka kjo? Ke vaj dhe ke vera, diskutimet kanë qenë të ashpra historikisht, dhe ata që e kuptuan, vendet që i vynë më shpejt në civilizim, si që ishe italianët, spanjollët, e ushqyen, e pasuruan dhe e mbrojtën këtë pasuri, kurse neve për 10-15 e lamë në mëshirën e fatit. Vajrat më të mira krijohen atje ku ulliri ka
vlerat e veta të rezistencës dhe thatësirës. Po. Ku siguron lagështinë e nevojshme të mjaftueshme në atë shtresë që i nevojitet për ta marrë me lehtësi. Falë edhe mikorizës, një bashkëjetese që bën ulliri me kërpudha të caktuara, që jetojnë në sipërfaqen e rrënjëve. Këto kërpudha ushqehen nga rrënjët e ullirit dhe i japin ullirit ushqim për veten e vet me latë minerale. Po. E dyta, toka ku kanë qenë mbjellë ullinjtë, ka qenë gjithmonë kodrinore me diell. E thatë. Kjo është toka më e mirë për të rritur ullinjt? Po, kodrinore me diell, me përmbajtje të moderuar aciditeti, jo të theksuar, e një aciditet që të jetë në vjash, 7.5, jo në nivellet të dëmit. Tani, kostoja që ka një fermer për rritjen e ullinjve, sepse duhet patjetër vaditja, duhet të krastiten, kanë ato proceset e veta të mirëmbajtjes, të rritjes, derisa të kaloj pastaj tek procesi i mbledhjes të ullinjve. Faktori të tretë për ullirin, që e ka gjetë vetë-vetën këtu, historikisht, për të paktën kemi gjurmë 3.000 vjetë. Kanë qenë kodrat të cilat, duke pasur të kombinuar edhe praninë e humusit natyral, e kanë mbajtur lagështinë në periudat më kritike kur i duheshin ullirit. A ka sot humus natural, profesor? Urdhë? A ka më sot humus natural? Sot nuk ka, dhe një nga armit kryesor me të cilët ne duhet të përballemi sa më shpejt, mos bëjmë sikur se ndjejmë, është erozioni. Erozioni do t'i kthejë në shkretë të tjera, kodrat tona, që dikur ishin me kopshtet. Edhe udhëtarë si Ivlia Çelebia në shekullin e 17 të dërguar nga sultanët, habit që raportonin për Shqipërinë, për bollakun e madh të pemëve, të frutave, të vajit e të ullirit. Sot këto toka janë zëndësuar me beton, Këto me ndërtesa. ose janë pushtuar me këto getot moderne, ose nuk ekzistojnë tani si toka, s'mund të mbjellësh më. Do të duhet që të mbrohen. Pra, që me tokën fillon. Ligjimi tokën s'ka bërë pronar të vërtet dhe të lishëm. Pronarët i ka lënë pa prona, dhe ata që janë bërtëri, se kanë përgjenë nuk u dhimë se të e po. Profesor, Tani, vetë vaj që thatë ju, që kush është mi mirë. sepse janë disa varietete ullinjsh në vendin tonë, në zona të ndryshme. Tani këta specialistët që kanë punuar, Fierin, Mallakastrën, kanë regjistruar rreth 30-40 varietetesh. Në një kohë kur falë biodiversitetit, ndryshimeve natyrale, mutacioneve që pëson ullirin në përshtatje, është pasuruar me element dhe ne nuk mund të themi që i kemi varietetet të pastra, varietet si unitet shkencor, sepse këta bazohen me grupime, me populata të ndryshme. Kalinjoti që është më i pranishëm në Shqipëri, me vlerat larta për rezistencën ndaj thatësirës, por me elementet tjerë pasaj të theksuar që ka periodicitetin, alternancën e prodhimit. Alternanca e prodhimit ishte armë parandaluese për ullirin, që kur ti e ngarkonje i bie me qafë, ajo rezistonte dhe vinte një kohë që triumfonte. Prandaj të thonë, ka e të zitë e ullirit. Është kjo shpreha që e dëgjojmë Shpreha të shpejt. zitë e ullirit dhe thotë vështirësit që kjo ulli me gjithë se zbije shi, a i duron. E duron dhe tokën të thatë, shufore, Bjeton. pa gëlqere. Edhe i jep një asambël të vlerave degustative, shijore, që i quajnë organoleptike. Të cilat... Faleminderit që na e sqarove edhe këtë pjesë, profesor, se çdo të thotë kam hequr të zitë e ullirit. Pra ajo është simboli i durimit, i rezistencës, i ulliri mbjetesës. shqiptar ngeli në mes të ferave,
si në kohët zogut dhe në kohën tonë moderne, kur u dhanë para, u krijuan fonde, por sistemi kooperativist me ekuilibër të prishur nuk mund t'i bënde ballë. Po. Ama u dhanë. E kuptoj. Çfarë ngeli? Ngeli që ne të siguronin fidanat. Fidanat kanë qenë problemi madh. Kemi pasur 6 fidanishte, kemi arritur të prodhojmë deri në 1, 2, 3 milion fidana në vit, të cilat mbilleshin midis ferave. Pra, ferat si u ndanë, jo vetëm kaqe, por për të mbajtur tani kurorën në prodhim, i pristin qatarët me sëpat. Duke prerë degët në shirtë fatit, ato thashë shpet dhe krijonin plagë dhe konkluzioni Kjo dikonte pastaj dhe tek tërësia në fund. Prodhimi ishte alternativ. Kalinjoti i ka këto vlera, por i kanë populata. Studime gjenetike të mirë filta nuk janë bërë, sepse nuk janë marrë njerëzit. Ne kemi pasur agronom me vlerë dhe në kohë të zogut. Muzafer Kallajgjiu. Si e shikoni të ardhmen e agronomëve? Për shembull brezat e rinj, do arrin dot të marrin pak nga eksperienca e dikushme juaja? Eksperienca u zhduk se ekziston përdesa ikën institutet. Ne nuk kemi koleksione kombëtare, sepse falë biodiversitetit, varitetet përparojnë, pasurojnë, por nuk pasurojnë vetëm me klone ose me individë pozitive, po dhe me negative. Duke mos e njohur mirë këtë punë, neve kemi bërë dhe gabime, dhe sot, po të marrim kalinjotin, në vrojtimet që kemi bërë ne, kemi mbi 12 populatat të ndryshme, forma biologjike, të cilat duhet të ishin koleksione krahasuese për të nxjerrë vaj. Derisa nuk është ai ligji që mbron kulturat tradicionale, ligji është e kot që ne të flasim. Mbrojmë muzeet arkeologjike të tjera, me vështirësi, por harrojmë që Ullisharia është një muze i gjallë dhe që dhe më të thotë ja këtu. Që ne të prodhojmë vaj, ta kemi për vendin tonë dhe ta eksportojmë. Profesor, mund të më thuash, mund të bëjmë një degustim edhe një njohje të 3 vajrave shqiptare? Me lejone që t'ju them. Si ta dallojmë një vaj të mirë, cilësor? Që të dallosh të mirë ose të keq, duhet të dish çfarë potenciale ka ai, çfarë mbresat të ka lënë ty në prodhim, sa kohë zgjat shëndeti i këtij produkti, që është në fakt lek i direkt drejt gabima. S'është verë, që është kalon proceset me proceset e fermentimit. Këtu nuk ka fermentim. Fermentimi këtu e sjell në prishje, në tjetërsim. Ajo që ka di njerëzit është e ke bërë në të ftohtë apo e ke bërë në të ngrohtë? Këta që përfitojnë nga praktika e gjatë, përfitojnë në saj të ekzistencës të teknologjive të moderne, edhe digitale, të zbulimit të përbërësave cilësor. Në ratë parë, për të degustuar vajin e Ullirit, i cili shfaqet për të sqaruar, 2 janë nga Berati, kjo është nga jugu, kështu që le të kuptojmë tani se çfarë vaji kemi marrë. Vajrat që neve nxjerrim me metodat e reja, janë refleksion i tokave, i lëndës minerale, i bashkëjetesës me mikorizëm dhe me faktorët klimatik toksor. Klima ndikon, patjetër. Me ndryshimet globale klimatike, Ulliri do t'i rezistojë më mirë nga të tjerët dhe nuk ka justifikim. Ngjyra që është e para... Elementi parë që të dallim të i vaj është ngjyra. Si duhet jetë ngjyra? Ngjyra duhet të jetë aq e ndryshme sa që është ndryshme baza gjenetike e Ullirit. Pra, fani. Si, çdo të thotë kjo, profesor? Pra sa është baza gjenetike?
vaji i ullirit në ngjyrë ndryshon sipas natyrës gjeologjike të tokës, sipas sistemit të plerimit dhe cilësive gjenetike që ka ai. Kështu që një vaj që shkëlqen nuk do të thotë se është më i mirë nga tjetëri në ngjyrë. Një ngjyrë që është gjelbëroshe pak, ai është vaj i ri. Ashtu, me nuanca të ndryshme, që shpeshherë merr të arta, grizo, më të errta. Këto i ka nga trashëgimnia. Profesor, do të vazhdojmë menjëherë pas publicitetit, kështu që shkëputemi për pak dhe rikthehemi për të treguar karakteristika se si duhet të zgjidhim vajin e mirë cilësor. Rikthehemi me profesor Petraqin, do të vazhdojmë tani të tregojmë elementet e tjerë të dallimit të një vaji cilësor që nga ngjyra shija e meradh. I lam tek ngjyra, profesor. Këto 3 variante ngjyrash nuk tregojnë cilësinë e vërtetë, por janë shprehje e produktit të veprimtarisë jetësore të ullirit me natyrën, me klimën. Dhe këto ndryshojnë. Pra, duke mos janë dhe thelbësore për të përcaktuar cilësinë. Pra nuk është ngjyra. Një degustator patjetër që provon këtë vajin duhet të mos ndikohet nga ngjyra. Dhe ena në të cilën duhesh që unë ta degustonja, të ishte errët? Duhet të ishte blu. Blu? Pse blu? Blu sepse ajo i fsheh nuancat. Edhe nuk të le ty të rriqesh mbas bukurisë ngjyrës. E kuptova. Pra nuk është ngjyra përcaktuesja e cilësisë së vajit. Është densiteti, dëndësia, pesa specifike e langut, që tregon pasurinë minerale dhe këtu dalim ke vaji i ullirit, që është i vetmi produkt biologjik ushqimor nga të rindyrnat që ekzistojnë, më i pasuri me një gamë të tërë polifenolesh, gliseridesh, që e bëjnë atë të dallohet nga njëri tjetëri. Prandaj, gjithmonë, ngjyra kur bëhet dhe ndarja nga lumën e tëra, është vendimtare, është e përhershme. Edhe mund ta dallosh sepse është shprehje e klimave, e veprimtarisë reciproke, bim, tokë, klimë. Ndriçimi ndikon atje sëmundjet kryesisht që janë shumë. Mënyra si është mbledhur ndikon? Plaga më e madhe, mbledhja e ullinjve? Mbledhja e ullinjve ndikon sepse do dalin pastaj për të përcaktuar vlerën reale të vajit, që është kompletimi me këto komponent kimik që janë të shumtë. Pra, jo ngjyra, por dëndësia është primare. Dëndësia dhe është analiza kimike, fiziko-kimike. Gjë që qytetarët nuk e bëjnë. Gliseridet, acidet e ndryshme, për fat të keq ne nuk kemi laboratora. Po, profesor, mund ta provoni këtë vaj? Për shembull, kjo është vaj me një dëndësi më të madhe se sa vaji tjetër që ka sidomos në këtë vit të thatë, ka ndikuar shumë në cilësinë e vajit. Thatësia. Atje ku dhe s'ka munguar uji, se në vendet të tjera pastaj ka rënë në knockdown tani, ku nuk ka pasur uji. Atje ku në toka është lënë pa punë. Qartë. Ndërsa, ka raste kur ne kemi bler vajin dhe ai na djeg. Ka aciditet, është i mirë apo? Rasti i djegjes varet me momentin kur neve vendosim ta vjelim frutin. Po. Kur duhet i vjel fruti? Në përgjithësi, ka qenë rutinë dhe si që ndorë njerëzit, që e lenin ullirin sa nxjieshe. Jo vetëm që e lenin sa nxjieshe, por edhe e vilnin dhe e mbanin të përsonte fermentime spontane për të nxjerrë vajin duke e shtypur ullirin me këmbë. Ulli me kam. Po, me kam. Si festa e ullirit që bëhet dhe me rushin në ditët e sotme, po. Po, festa e rushit është simbolike në fermentim. Po pastaj mbas fermentimit kalojnë trajtime kimike në ndarje. Kurse festa e ullirit duhet të mbajë virgjërinën, prandaj quhet ekstra vergjine. Që të jetë një varg, një varietet, që të ketë ekuilibër me aciditetin,
me kriprat minerale, me sheqerin. Këto, pastaj, në nxjerrin në pa që vjelja duhet të fillojë ndryshe. E para, ullinjtë që destinohen për nxjerrje të vajrave të speciale, të klasit parë që janë extra virginit, duhet të vilen në momentin kur ka filluar zbutja e kokës nga jeshile në zverdhje me pika, zbutja dhe do një njollë gjyrë uthulle, kafe, violet, në bisi, në majën e frutit. Por pjesa tjetër të jetë e gjelbër dhe e pra këto njolla të jenë të maja e frutit. Aty është ekstra virgjine. Kemi arrirë në ekuilibrin i një mori e acidesh dhe gliceridesh dhe polifenolesh me tokosferoli, me vitaminat e ndryshme, që ajruan maksimumin. Kaloj ky momenti. Kalon në gratë tjetër edhe në... Atere kalon në fazën e pjekjes. Pjekje. Që vaj do jetë më i varfër, më... Sasi më pak? I që ekuilibruar. Jo, sasi më shumë i bje. Jep vaj më shumë, por nuk ky ka vaj cilësinë e është pak çarit. ekuilibër. Po. Ky ekuilibër është në favor të glicerideve dhe acideve që e i dhërojnë. Dhe me njerë të jep një gusto të pajishme, djegëse në qelsën, që vaj del jashtë sigurisë që janë ekstra virgjine. Bota sot konsumon vetëm ekstra virgjine. Dhe virgjine ose vaj të zakonshëm të rafinuar. Ose lampant që i quajnë për ndryshim kandilish. Po, që është një... Neve kemi nga gjithmonë vaj lampant në Shqipëri. Se shatare ynë e linte derisa kalbeshe. Piqesh e mirë aty. Ta shtypte Po në ditët e sot me probleme është dhe mungesa e punëtorëve, profesor, me sa janë ankuar dhe fermerët. Ka qenë rasti edhe kur ata punëtorë nuk kanë qenë kaq të vështirë të gjendeshin. Se secili kishte aq ullinj sa i mblidhte dhe kishte aq pa punë sa që gra e fëmijë shkonin në bjellën e ullirit. Po flas për ditët e sotme, me sa kemi dëgjuar dhe pyetur nga fermerët. Sot situata ka ndryshuar për arsye se lëvizja demografike, spostimi nga zonat malore drejt territoreve rurale, eksodi i vazhdueshëm, i fshehur, pagat e ulta, çmimet, ndikim, e paleverdishme, emigrimi dhe pagat, të përdosh tani të vjelesh ullirin e të kesh koston 800 lek për kile të dalë ulliri. Me 800 lek për kile nuk ke leverdi, sepse nuk siguron do të çmimin e lartë. Nuk mund të keresh çmimin se ai nuk e ka cilësinë. E duhur. Prandaj, është fajtia. Me që jemi në minutat e fundit, profesor, do të bëni një degustim dhe të më tregoni cilësinë e vajt, për se cilin ndoshta nga njëri tjetri është pak e vështirë, sepse duhet të thyem atë shijen. Pra, profesor Petraqi thaj që nuk është ngjyra ajo që përcakton cilësinë e vajt të ullirit, por mund të jetë dëndësia e tij, por mund të jetë shija e tij, edhe padyshim ja të marrim mendimin tuaj. Sigurisht nuhatja, shija që jep. Ka kaluar. Po? Edhe aciditetin e ka të ullët. Të ullët. Avash do të kaloj, ta që marim dhe këtë tjetërin. Ai tjetëri. Ai du tjetë më duket ai që është me aciditet të lartë dhe që djek dhe që ju thatë që e ka kaluar atë fazën e ekstra virgjine si vaj ulliri, pra që kishte të bënde që tek mbledhja. Edhe enët me ngjyrë që ta ishte më mirë. Që mos ndikoheshit, pa tjetër që në enë blu, që nuk në bënd të ndikohemi për cilësin e ti. Edhe ky është defektos. Defektos? Po. është vjerë para kohë, shumë. I duhet tani një trajtim, dy fish në presë, në shplarje, në makineritë, që të kaloj 2 herë, sepse është i pa pranueshëm për ta shitur atë. Ai që ka blerë atë ka paguar 310.000 lekë këtë vajin. Nga ai që ka prodhuar që e ka shitur si vaj të mirë.
Tani kjo është dëmi. Jo, është. 310.000 lekë për sasi. Po vaj tjetër, se dhe aji është një lloj tjetër i prodhuar. Profesor, mund ta kuptosh me shije nëse vaj është prodhuar në të nxehtë apo në të ftohtë? Kjo është në të ftohtë. Kjo. Pavarësisht se ky është më i hollë se sa vaj i parë, pra nuk ka edhe që te luga e dytë që profesori e shijoi, bie që ky është vaj i mirë, meqense ju provua 2 herë. Tani, ky është vaj më i mirë për mua. Ky është i moshuar, sepse duke qenë lang direkt vaj pëson modifikime. Po yri në fermentim ose në prishje ekuilibri, ai deklasohet me njërë. Po, pse thuhet që sa po e ble vaj nuk duhet ta vendosësh fillimisht në ato enët përfundimtare, po duhet ta lësh pak kapakun për disa ditë të hapur, gjysmë të hapur që të largohet aciditeti. Duke qenë i mbyllur, zhvillohet fermentimi dhe dekantimi i eshtur. Po. Që e detyron se vaj, duke mos lëvizur, të dekantojnë numrat të vjen poshtë. Dhe këto pastaj përcjellin ke vaj tjetër edhe që duhet ta filtrosh. Ka humbje të madhe, erën e keqe që nuk hiqet. Tani, çfarë bëhet me vajrat? Me vajrat bëhen falsifikime të rënda. Cilat për shembull? Në tërë botën, tek ne. Falsifikimet kanë të bëjnë me përzierjen e vajrave tjera, kryesisht. Çfarë shtojnë? Çfarë lloj vaji? Palme? Vaj palme, vaj avokadoje, që janë më të lira, edhe vajrat e tjera, vaj kikiriku, vaj lule djeli, që të kenë, se ato tëra janë më të lira. A duhet të skuqim me vaj ulliri, profesor? Me vaj ulliri mund të skuqish gjëra të lekta, jo të rënda, për një kohë të shkurtër sa të japësh kolorin dhe ekuilibrin të pjatës. Duhet ta largosh. Se e humb vlerat komplet. Përveç se i humb vlerat, është kancerogjen? Po përderisa themi humb vlerat, janë pikërisht se këtu është zhvillimi në shëndetin e njeriut, një vaj i tillë, i dinaturuar, nxit kancerin, edhe kanceri i hirit, edhe prostata, edhe problemet kardiovaskulare zhvillohen. Domethënë, vaji i ullirit ka një ndikim të theksuar dhe sot si produkt nuk përdoret vetëm për të gatuar, edhe për të konsumuar, por përdoret dhe për të kuruar si terapeutik, sidomos për sëmundjet e zemrës dhe kancerin. Rastet janë më të pakta. Sidomos ai vaj që ju përmendët, ai vaj ekstra vergjine, esëll me pak limon për 2 lugë. Edhe kombinimi me lëng limoni, ka receta pasaj të veçanta. Pafund, me që japin specialistët. Profesor, na përfunduan minutat, ju jeni një enciklopedi e gjallë për t'ju pyetur e për të mësuar më shumë rreth këtyre temave të cilat lidhen të drejt për së drejti me shëndetin, duhet të thënë. Por unë ju falenderoj dhe ju ftoj një herë tjetër që të flasim edhe për verën, edhe për vreshtat. Një tematik tjetër e gjerë. Faleminderit, profesor. Tematika e ullirit është e dhimbshme tani, sepse flitet shumë, po prishja e instituteve, nevoja për ngritjen e një qendre kombëtare të certifikimit të analizave. Nga uji apo tjetër si të ta bëjnë. Mund më thuash me 2 fjalë sekretin tuaj të jetëgjatësisë? 90 vite dhe aktiv. E pare purës, unë e kam pirë verën që 6 muajsh, që 6 muajsh? 5 vjeç, po. Ma sepse ne kemi pasur vresht kantin, e dyta, mamaja ime nuk më jepte verë të gatshme, po jepte mushtin. Mushtin. Për shesh, edhe banja për shesh. E para. E dyta, duke pasur kopshtin në rrugën që shkon për Ziqisht, po, varet e dëshmove në këta, unë isha midis frutave, mollëve, kajsis, pjeshkës, rushit. Pra, frutat më kanë ndihmuar shumë. Dollë dhe agronom që e kisha qef,
kisha midis vresave tërditër. Diku një bajame që thujet vetë, diku një pjeske që sa pa është pjekur. Pra, lidhja me natyrën. Natyra të bën, ja. Se natyra di se shbën. Edhe puna dhe pasioni që ju i keni dedikuar gjithë jetën tuaj, kësaj fushe. Faleminderit shumë për bisedën, kënaqësi që erdhët në Rezën tonë. Faleminderit profesor Petraqi, ne do të shkëputemi, faleminderit dhe juve për vëmendjen, morëm këshilla të vyera prej pionerit të agronomisë shqiptare. Faleminderit dhe një herë, kalofshi ditë të bukur.